Emrin e ka Shpat. Ju do prisni në 1-2 metra të gjatë. Dhe ulliri i vogël është po ka vlera. Sa bakti ke tani këtu? Unë aty kam 280 kare. Sa qumë është nxjerr? 130 litra, 120 litra. Ku e çon qumshtin? Te Rëzeni. Po shit çaj qumshti ke ti. Ti ke qumshtin e Vjosës, qumshtin e Kalivaçit, Natyrës. Po s'ka ndonjë vajzë në laborator ata? Beqare? Mire ke ti atje, po të veshtja u bëj çat pyetje, mirë do bëj. Son se bëj. Mirë se vini miq në Real People. Takohemi bashkë në një tjetër episod në një nga pamjet më spektakolare, në fakt, në kodrinat e Tepelenës këtu në Kalivaç. E ka më bukur se sa të kesh Vjosën e cila e la këto toka, të kesh këtë barin e njom e cili mbush me këtë lëndin. Çfarë them tjetër, shihni çfarë pamje mrekullueshme. Sot është një ditë në fakt e nxehtë, por ai është në misionin e tij të përditshëm sa më s'ka. Emrin e ka Shpat. Ju do prisni në 1-2 metra të gjatë. Përpara se të shkoj tek intervista me Shpatin, unë dua që t'ju ftoj që të gjithëve që të bëni subscribe në kanalin e YouTube-it, të jepni like edhe të shpërndani intervistën, sepse kjo do të jetë një intervistë po gjithashtu shumë e këndshme, si ata personazhet që ju më sugjeroni. Shpatin e njoha nëpërmjet jush, më shkruajtë në rrjetet sociale, erdha ta takoja. Ai ka një punë shumë fisnike, se rri me baktit. Nisë me herë murmik. Mirë se të gjeta. Qyshi. Thashun që do gjejmë një që është 2 metra i gjatë? Dhe ulliri i vogël është po ka vlera. Kanë kokra. Edhe unë i voçkël jam të rrit dhe ullinjt. Ashtu më the, do ta bëjmë të se të intervista ke bytha ullirit bashkë. Po pandaj tash, edhe ulliri i voçkël është ku do rrëmniet tash. Shiko, o Shpat, ti e rritur këtu, ë? Po. Në fakt, më kanë impresionuar shumë këto toka. Nuk kisha qenë në këto kodrina. Në zonën e Kalivaçit, jo. Sigurisht që kisha qenë këtu rreth e rrotu, por jo këtu. Si ka qenë për ty? Kjo si lagje? Si lagje, për mua ka qenë shumë e mirë, unë jam lere rritu këtu në këtë lagje, jemi 2 fise këtu në këtë lagje që jemi neve, kemi shkuar aq mirë. Cilat fise? Fisi Dulaj dhe fisi Gjaferaj, jemi 2 fise. S'kemi fise tjerë këtu, po kemi shkuar aq mirë që nuk vështirë se të shkoç gjikundi me një fshat tjetër me fjalë, sa kemi shkuar. Shje. Shumë mirë fare, jo mirë, po shumë mirë fare, pa më ri, pas një gjë, pas diçka. Sa vjetër jeni ju Dulajt këtu? Të vjetër na shikush, mund të i thot ato, ne 2 fise jemi, të vjetër jemi. Qa kemi rreth e rrotu, mi prezanton qik mu? Kullota kemi, në një vend malor ku që ti sesh, kemi pasaj vesh të ri këto ullisht. Jo, qa fshatrash? Fshat ative është Krasi. Krasi? Po, ki thonë Krasi 1, Krasi 2 lartë. Më këte im ndaj toqi ati është Koshtani. Koshtan, po? Po, fillojnë pasaj Gjargjaj, Levan, fillojnë radhë, qajnë ato fshat randeja, fillojnë radhë. Po këti, nga kemi nga këto malet? Ka i është mali dhemlenit për teja, si mali dhemlenit, si nanajmë ato sanaj dhe ndaj me shkozën e Vlorës te. Ndaj Tepelena, shkozën e Vlorës. Me shkozën e Vlorës? Po. Pse këtu bëhet ndarja? Po, te Vjosa. Shumë e bukur. Ndaj me ta. Ti ke vizituar këto fshatra rreth e rrotull apo? Nashti unë pa tjetër se kam qenë në këto fshatra, nuk diskutohet, po edhe jo edhe tërë, mos them që i kam gjëzësu edhe tërë. Sa vjeç je ti Shpati? Unë jam 35. 35, ë? Po. Tani ti jeton vetëm këtu me... Unë jetoj me prindrit. Me prindrit, nënën e babajin? Po. Sa vjeç janë ata? Baban e kam 74, nënën e kam 68. I paqme jetë. Rofsh. Po me bakti kur ke filluar që të merresh? Me bakti kam filluar që kur kam marrë këmbë mërmik. Vërtet? Më mirë të babaj me vete, thoshte mos të harrojmë zanatin të trashëgimtoj djalit. Po ti ke qenë i vogli? Unë jam i vogli. Okej. Pra ti e më i vogli familjes edhe prandaj ta dha ty. Po. Sa diferencë ke ti me motrën e vllai? Kam në 4-5 vjeç si shoqi. Okej. Sa fëmijë keni qenë? 4 jemi. 4. Ty e 2. E se u pyes unë si keni qenë, po jeni? Jo, jemi, 4 jemi. Po të gjithë ata janë
Jetojnë ku? Jetojnë punë tyre, të martuar, sistemuar, në shtëpi të tyre 2 motrat i kam në Lorë, vllai kam në Greqi. Vllai ka shkuar në emigrim, ëh? Po, ka iku shpejt, ka iku i vogël. Po ti se ke provuar emigrimin? Pako. Shumë pako. Po pse? Pak. Në çfarë vitesh e ke provuar? Që s'mund të flasim edhe tamam vite, po na 2019, 2020 kështu, po me sezone të shkurtra. Për thjesht për ullirin. Kaq. Shkon dhe vjel ullirin. Vajta janë 2 herë, nuk më pëlqeu shumë. Pse? S'moqi shumë qartë. Sa të paguani? Atje me 30. 30 euro. Po. Ora? Apo dita 30 euro ora janë shumë. Si çon njëri mërbi. Realiteti tjetër, po. Pra rrihet 3 muaj atje. 3 muaj si përcoja, 2 muaj gjysmë kështu e vija poshtë. Si e kanë ullirin ata? Të mirë ishte. Të mirë e kanë, ë? Si ulli i mirë ishte. Nuk s'mund të flash dot. Po ju këti? Si e keni? Dhe ne ulliri mirë është. Ne kemi pas një lloj spërkatje, pas një lloj diçka e vetëm ç'bet vetë nga natyra. As një lloj diçka që nuk hedhim. Këto tash janë tokat e familjes tënde? Jo, këtu janë të ca xhaxhallarve, këtu që i kam unë kam aty poshtë, kam edhe puzin aty. Dhe janë edhe të lagjes pasaj të ndara. Po kullotat? Këto i the, këto kemi ne, kullota, toka, këto kemi. Okej. Kemi dhe andej pasaj Po baktit nga i shte këto? Kam qenja 2-3 vjet në Korça, kam ikur andej, kam filluar të në krau salarise këteja. Në salari, ë? Po pse andej? Shumë larg andej. Pavarësisht andej kanë kushtet, te nuk i kanë. E si e kanë kullotat? Kullotën malet e tanë kanë më të mirë nga malet e atyre, po thjesht ata kanë ujë. Malet e Korçës? Po, ata thjesht kanë ujë. E kuptoj. Kanë thjesht vetëm ujë që kanë të rrjetur. Po pse është i rëndësishëm uji për kullotën, për cilësinë e shumë i rëndësishëm. Baktisë, shumë i rëndësishëm se ha bukë mos pi ujë. Detyrimisht ata me arë vetëm ujë të mban. Kë kishe parë intervistë unë ti? Kam pa një shokun tim dhe përshëndes dhe kam shok me tërmend Azbiun. E përshëndesim Azbia. Po, e përshëndes e kam shok me tërmend. Vërtet? Shumë djali sinqert, shumë djali pastër. Ku e ke takuar? Në ato male ande e kam takuar. Ande jeni bërë bashk? Keni shtektuar... Ai ishte me dikë tjetër, me shokët e tij, unë isha me tjerë, po thjesht na hite puna që takojshim. Po nga zona Azbiut, ke qenë ndonjëherë? Jo. S'ke qenë asnjëherë nga ato malet? Në ato zona ande nuk kam qenë. Këtu ka patur fshatrat e tjera rreth e Rodhut? Aty lart, aty ku janë ato pemë, thonë që ka qenë një fshat, po, dhe u është mbytur një fëmijë në pusë thonë, dhe ka nikur se në një fshat të Beratit. I gjithë fisi aty? Po, si fisi, sa ishë në ashti 5 shtëpi apo 10 apo 5 metra 3, nuk e di. Po si u mbyt, ka pas rezervuar këtu? Jo, ka qenë pusë. Pusë, ka rënë pusë? Po, ka rënë fëmija në pusë dhe thonë e ka mbyllu me lesh baktije. Po pse? Po e mbyllun që kur ura një fëmijë nash i s'mund të rrinë dot me. Jo, po pse me lesh baktie? Po për ta mbushur, ose se mbush dot me diçka tjetër, e mbushën me te dhe ikën, janë larguar shtëpisë. Ku i ke futur baktit? Haj. Unë baktit i kam për momentin i kam në hije. Në hije? Po. Si ka qenë për ty fëmijëria më? Shumë e mirë, shumë e bukur. E mirë, ë? Po. Ishim në Lozdi me shoshoj, tu rrinim, kishim shumë shkuarje, dhe pavarësisht se edhe janë larguar, po prap shkuarje ne kemi. Dhe prap kontaktet i kemi që flasim. Ka dhe të tjerë këtu, nuk mund të them jo. Se ka dhe të tjerë, po ka edhe që ka nikur. Po prap të gjithë keni qenë këtu në Kalivaç, apo lëviznit nga fshatrat? Ta quna që kemi qenë këtu, lëviznim, ka dhe fshatrat tjerë në Kalivaç. Se qendra poshtë e shposhtë, në Kalivaç poshtë. Po historikisht, ne faktikisht kemi qenë shumë të rregull dhe si lagje të Kalivaçit, po dhe Kalivaçi poshtë. Për çfarë janë njohur këta? Për çfarë janë njohur? Për mikpric, për shumë bujar dhe për shumë besnik. Vërtet, ë? Po. Po më pak besnikët në këtë zonë? Më pak as unë si di. Thomi ti të tregoj unë. Urdhro hajde. Hajdeni me mua nashti. I ke tegër këta? More vëlla, do themi diçka bukën e ha, nuk e lën racionin, jo.
E ha, nuk vuaj në racioni. Nuk vuaj, në? E bëjnë si të egër, po të veç atje nuk ndije shumë. Po pse i ke vendosur baktit këtu, mo, në hije? Po shtu bet, i lanë djelë, kur qethen ato duan hije. I ke qethur, ë? Po më të shumë do të po... Kur e kanë sezonin e qethës? Na shtia kanë sezonin e qethjes si qethen. Po ky e këtë e paske si ujko, vetëm si qenja. Po mirë, ngjyra i ndërron atje. Si ja ke vendos emrin? Marko. Marko? Po. Sa bakti ke tani këtu? Unë aty kam 280 kare. 280? Po. Po doja të futeshim qik atje. Le që do të treme, po zona len qend atje. Hajde pak më këte. Se janë të mbledhura. Kusha të jore. Marko. Sa ke? Sa qenë? Qenë kavla për numër sa të duaqet. Ti në zore në hija dhe e gjynase do ikin. Ta janë sheleg, janë për imond. Janë për shtes. Për imond i themi ne për shtes. Si për shtes? Për të mbajtur more për shtes. Mban sheleget. Ah, okej. Shtes do me thënë që mban sheleget që ti shtoq. Që ti shumosh? Po, ti shumoq, ti shtoq. Edhe prandaj... Po, i qethim ashtu se këta mund t'i vras dhe në një lo e madhe, mund t'i vras dhe djellin veshka. Shi, dhe djellin në veshka? Jo, ret. Dhe leshje mban shumë ati. O, nuk e kisha dëgjuar asnjëherë këtë. Po. Djelli i shkatron veshkën Po, deles? e godet. Sidomos shelegët njerë që janë të njomi godet, se janë të vegjët. Ore, po atë dhinë, pse ke atë? Pse mban atë dhinë atje? Pse e mbaj? Po ja e mbajt. Për qej. Po pse, sa e bukur që nga? Si dhi e egër duket. Po këto faktikisht s'mund të themi se janë qysh thonë bio, këto thoj se 90% janë të egrëta. Të? Të egrëta, 90% sepse këto kullos në natyrë në një vend të egrë. Dhe detyrimisht dhe kafshë egrë që ka këtu prapë tillë në këtë vend kullot. Kështu që ti i lë vetëm të lira këto? Po. Nuk i ke mbajtur asnjëherë kështu në stall brenda? Në stall mund t'i mbaj gjatë dimrit dhe mund t'u hedh pak gjatë dimrit. Sikur kështu me një fjalë nuk vetëm po ti në një kohë e keqe, u hedh brenda. Nuk rrit dot për shkakun të flesh një natë diku, ë? Një natë mund të rri, po në këtë sezon që fillon fundi i marsit, fillimi i marsit që tash fundi. Dhe gjithashtu unë nuk mund të rri dot se unë jam në mjelje. A kjo është periudha e mjeljes? Dhe s'mund të nuk rri dot. Sa qumë është nxjerr? Ashtu janë duke ulur se mua më kam pjell për s'dyti dhe kam akoma pjelljen e dytë. Por kam nxjerr 130 litra, 140 litra, 150 litra. I nxjerr, 150 litra qumë është? Po. Vetëm dele, ja? Dele s'kam, vetëm dele. E ku i çon pastaj? Ku e çon qumshtin? Terzeni. Ta marrin ata? Po. Me sa lek? Ata me 1300. Mirë? Nashti ka dhe më mirë, po mirë. Ka dhe më mirë, po mirë. Mund të themi, korrekt me lekt janë, të rregull kështu nuk të sjellin probleme në asnjë moment. Janë shumë të rregull, jemi shumë të kënaqur në atë pjesë. Në këtë punë e çmimit pasaja që thonë, çdo lloj me fjalë kraba heq na vetja. Si është kjo kraba heq? Gjithnjë kraba heq na vetja. Dhe ai për veten e tia dhe unë për veten e kush të rregjë shumë, po. Po shit çaj qumshti ke ti. Ti ke qumshtin e vjosës, qumshtin e kalivaçit, natyrës. Po. Qumshi jonë është ti më, ti ulesh çdo ditë. Qumshi jonë është cilësor faktikisht dhe Erzeni merr njëna qumshet më të mirë. I këtë zonës, ë? Të çdo lloj zone që merr me një fjalë merr të zonave të pastra shumë dhe merr shumë qumë, është rregull. Bravo. Po, punon shumë rregullat. Po kështu të shprishur ndonjëherë qumshti apo ta kanë marrë gjithmonë? Jo. Gjithmonë, ë? Gjithmonë e kanë marrë, atje nëse prishet qumshi ai nuk ta pranon. Ore, kë ke pas baktin që ka prodhuar më shumë qumësht? Baktin që ka prodhuar më shumë qumësht. Është i bakti janë ato. Të gjitha. Po. Kush njëra më shumë e tjetra më pak. Luajnë me gram. E di pse? Më tha njëri. Më tha mua kam patur limuzinë, tha. Ishte lop.
I prodhonte më shumë litra nga të gjithë. Mirë, mund të ngjisin emra, po neve se Lopës mund të ketë ngjitur emrin të tillë, po neve në përgjithësi kemi mall të pastër dhe mall të rritur vetë. Faktikisht nuk kemi mall të marrë në tufat e tjera apo të përzierë. Pse kur është kështu mall që rritet vetë, prodhon më pak? Malli që i ketë rritur vetë është më i mirë shumë herë. Se ti e di se çdo mbaç në fjalë që Po qumshtin tënde përdorin për djath apo na shti ata e përdorin dhe për djath dhe ku di unë. dhe për qumësht, ë? Po, dhe për qumësh. Nuk diskutohet që e përdorin dhe për ato punë se Po s'ka në një vajzë në laborator ata? Laboratoristë kështu? Beqare? Mik, mire ke ti atje, po të veshtja u beq atë pyetje, mirë do beq, se unë se beq. I ke u thoj një. Pse? Po që të them unë ti kështu? Ti pyes unë? Ha? Ti pyes unë një? Pyeti mund, je i lirë. Pyetja s'ka gje? Jo. Jo. Pyetja nuk ka gje, ndërgjegjesh. Pyeta për ndërgjegjes. Po, shumë mirë. Po, njëri u pyet. Po që se ka ndonjë? Po që të them unë mërë mikë, nështë ti që po kërkon këtu? Gjo kërkoj unë. Që po kërkon këtu? Dua dhe unë të bëjmë lesërira në këto toka. Po mirë. Inshallah, të vafshim barën besërira. Po fshati sa banor ka? Rreth 20 shpina është. A që kanë betur, Po. Po edhe ata që kanë niku, po thoj se po këthene po i bejnë. Qërë thua? Po. Po këthejnë këtu në fshat? Po shpit po i bejnë, se ne nuk jemi në një fshat që t'jemi shumë lartë, se t'i herë në autostrada e këtu, të fshat jonë ba 10 minuta. Po. Si jemi në një fshat që jemi shumë thellë dhe, po edhe thellë t'jetë. Edhe rrugën e ka të shtruar, nuk është se ka rrugën e keqe. Po, e ka shumë të shtruar. Nuk është rrugë e keqe. Ky ulliri është yti? Jo, së shimi. Hajde shkojmë ulemi aty në rrim për qefin tonë. Kshuririt plakut, fëmit ati ka nikun jashtë shtetit dhe mi ka lënë mua. Po jo veç fisi im, po dhe këta të tjerë fisi tjetër që thash jemi 2 fise këtu. Dhe këta... Gjaferajt, e? Po, Gjaferaj. Dhe këta më kanë respektuar, më kanë lënë shumë toka. Qa ka nxjerë ky fshati juaj? Ka nxjerë në një person? Në një person... Qarë do? Ma thoj, për ku e ke fjallën? Në një shkencëtara, ndo një akademika, ndo një politikana. Jo. Jo? Jo, s'kemi nxjerë ato. Ja, ku e ke dhe bastunin tënd këtu. E ke bërë vetë këtë më duket. Ke? Shkopin pop, atë jo. Pse? Jo, atë, se kam merë dot, se nuk e bej dot. Ja, s'pa them këtë të metalit o. Shkopin potë. Digjo, për çfarë duhet kjo? Ajo është a historira që ta tregova atje që kraba kap çdo herë tërheq na vetja. E tërheq nga vetja kështu. Ashtu nashti, bujrut më ulen nashti. Aha. Në hija të ullirit. Kjo është. E pi duhanin, në? Po. Sa vite ke qepi? U kam rreth një 5 vjet. 5 vjet, Po të shne që e nisa? 30 vjet që vonë pas ke nisa? Shumë kot fare. Mora një herë një duhane, një herë tjetër 2, 3. Pasaj më tha i ore mi, këta ti do më rritë shumë larkë, tha po datë bëj me shok me veten, unë tha se unë smire me ty këshu. Dhe më bëri shok me veten. Edhe të bëri shok me veten duhane. Po. Shiko, ke shumë batut, je dhe i fjallës. E jo, të tërë të fjallës janë. Nga kjo zonë? Po çdo lloj zone. Ja, janë të tërë të fjallës janë. Pse? Po jo të gjithë flasin. Ashtë ti thua për ata që gjuna që i mbajmë ngoj mund t'jem me mecër, pa i çdo flasë. Po jo, po kush? Ka që kanë edhe turp, ka edhe që kanë sikleta. Mirë, turp edhe unë kam me këto kamerat. Po kam gjë që te bun. Ti qenë ke i thjesht fare. Se vret fare mëndjen. Unë të thash, rrisi në shtëpi. A që jam i thjesht jam. Ja. Ri, i vërtet bra. Original, real people. Qa të pëlqeu ty dhe intervista ime me asbjë? Shumë më pëlqeu, shumë komunikim të bukur, të qetë, të pastër dhe një gjë që brilli dhe e kujtoni kështu, çdo lloj fshat me fjalë që i shikojmë dhe i bëjmë, janë shumë tërheqësi. Ashtë s'mund t'i pëlqejnë të tërë, ka që si pëlqejnë dhe të tërë, po ka që dhe i pëlqejnë. Po. E vërtet është. Të gjithë i duan. Dhe kjo është një trashëgimi me fjalë që i kemi unë dhe i shoku tjetër Asbiu, që e kemi në gjakët. Do ta kishe lënë këtë punë e bariut? Edhe mund ta lë. Dhe mund ta lë. Po dhe mund ta lë dhe mund mos ta lë. Pse?
Për ca pengesat vogla. Qa pengesash? Pavarësisht se mua më tërheq, E ke me qef, ë? po, Në qa ore zjohesh, shpat? unë nis punën që në orën 6 të mëngjesit. Ngrihem. Zgjohesh në 6, ë? Po, pi Çfarë bën? kafen, Aha. edhe do marr rrugën, do vete se unë stani në kam atje, po dalë që shikon. Ku? Atje, për te. Do vete atje me gjithë baban, do Bas kësaj kodrës me olli? ma ta, duket stani ma ta. Aha. Dhe do vete me gjithë baban, do t'i mjelim, do ushej Pse baktia mielet në mëngjes? mjel dhe në darkë dhe mëngjes. Okej. Mjel 2 herë. Aha. Sa rri pastaj këtu? I dalë në orën 8:30, 8 shu. Gjë rri gjë në ora 10 e dreks, i kin shpi gjë në ora 10, vi në ora 4, në ora 4 do rri gjë në orën 8 pranë. A pse kthehesh prap në orën 4 ti këtu? Po, do vi këtu, do t'i sekullosin, Oh, me i fjalë që ato kullot rrinë përsëri. hije. Po, në kone bearit, se kur në kone dimrit ato do dalësh në ora 8-9 dhe kur të veç. Pra ti del 2 herë tani gjatë periudhës dhe bën vetëm pushimin e drekës. Po. Vetë pushimin e drekës. Po pse jeton me të shtëpisë? Pse nuk jeton vetëm? Mirë është dhe kjo që po e thua ti, po është një histori e vjetër. Pse? Edhe gjarprin në ngurtha do shokët. Nash ti të le baban dhe nënë që më ka bërë kokën e të jetoj vetëm. Je nuk të kanë mërzitur asnjëherë? Jo. Në të tërë fëmijët, veç mua nuk ma kanë prish në herë qefin. Të 4 që jemi, veç mua nuk ma kanë prishu qefin në një. Në asë një lloj moment. Po si ka mundësi? Pse ty ja? Të kanë bajt me hatërt. Po ndofta, që do më bëni bari. Po të tjerët pse s'donin të bëheshin bari? Po zonë që korat ashu ishin. Atëherë da ishin edhe në qik njerëzit malle e gjinjë, edhe ha televizin tutje, ha të bëjmë tutje, po sot dhe këtyre u ka ardhur shumë vlerë e madhe, faktikisht. E drejtave ka ardhur vlerë që nuk ke nevojë të punosh as në një lloj vendi. Dhe me këto çmime që janë sot, prap ato vlerë kanë shumë. Patjetër. Dhe të lënë shumë vlerë. Patjetër. Dhe jemi shumë të kënaqur në krah. Shiko, ti në fund të ditës jeton i lirë, ë? Edhe punon i lirë. Po, Qumshtin ta mbledhin, po. tregun e ke, Kjo është ngritur qumshi këtu, është ngritur vetëm në Erzeni. po pse është ngritur vetëm? Sepse Erzeni ka ardhur me një çmim, pavarësisht edhe Erzeni e ka ulur pak, se edhe me një çmim tjetër, po mirë. Gjithsesi prap mirë. Po çfarë i intereson një çobani, një bariu? Çfarë të intereson ty? Çmimi? Po. Tjetër? Të paktën çmimi dhe tregu të jetë i saktë. Dhe të paktën në anë të tjera pasaj se s'mund të hymë në politikë. Po jo, s'ka problem. Si e mendon ti, si e beson ti, se ti e Ashtu allergjiu. dhe në radhë tjetër, sikur në shteti, sikur të kishte ndihmuar dhe në çik, do ishte jo në çik, po ndihmonte tamam. Sa mendon ti që duhet ndihmon? Të ndihmonte të paktën diku të jepte një 30 që për delen, po mos 30-20. Apo edhe këto që jep prap më rregull, por Sa të jep tani për dele? në shtje kam bërë 15, nuk u dalin kur se unë hedh 60.000 lekë për delen. 60.000 lekë të merr ty një dele, ë? Po. Me 60.000 lekë një dele. Që ta ushej tamam. Për muaj. I për vitin, sezoni vitin, tërë i vitit. Se lera mbuxhe gjatë dimrit, na shirat, na bora, dhe mbushen. Po. Qysh është bërë një lerë në mal të 3 peshinës, Po. është bërë lerë e madhe, shumë lerë gjigante. Unë se kam parë, po më kanë thënë. Vetë, shumë lerë e madhe. Atje kam bërë punë me tërmend. Në një lerë. Po atje s'mund të vej një kope që në fund fare që është, të vej sipër, se ai do një ditë rrugë lartë e një ditë poshtë. Lagja jonë ka pasur shumë kope dhe të tjerë, po dhe kjo lagje shumë. Me çfarë janë mbajtur? Vetëm me shitje qumshti? Me këto jemi mbajtur. Qumësht, mish. Me tokat dhe me këto që i punonim, sot si punon as dikush i tokat me. Që kanë lënë. Kush ka mbjena një ulli, dhe këtu sot jemi 2 Po kope. pse nuk e punojnë tokën? S'kan interese me. Pse? S'kan, sepse nafta ka vajtë zënë rafiu. Doktorat kërkojnë shumë lartë, përshitur shumë vështirë t'i sheqë. Po të pak të masës do bëndë përshitur, po do bëni për vetë tyre. E ke menduar të krijosh familje apo? Po familjen, çdo lloj djogtë, çdo lloj njeriu më i thonë që familja është çdo lloj diçkaje. Na përveç familja është. Pa te familjen janë çdo lloj gjë më rregull. Po pa te familjen. Kush nuk do që të krijoj familje?
Bëhet e mërzitshme dita ndonjëherë këtu? Ka, çdo lloj pune ka mërzitjen e saj. Ç'a të mërzit ty këtu? Po, në moment në një lodhje, në moment në një diçka që mund të ketë, kupton? Ka, çdo lloj pune ka mërzitjen. Nuk ka punë pa mërzitje. Po jo dhe sa e bëjnë aq të vështirë. Nuk është. Aq e vështirë nuk është. Se unë ja sot me ty jam ulur po rri këtu. Po. Ashtu. Një dikush tjetër Ç'a bën për shembull ndërkohë që rri shef baktit? unë këtu? Do rria thash që thash dhe edhe Lexon ai libër. Edhe mund të lexoj një libër dhe mund mire me telefonin, po zakonisht i ke dhe në shtëpi. Lam shplam, ja fut gjumi 2-3 orë, ngrihem vi prap këtu. Marrë dhe në një libër, lexojmë. Ç'a libri? Në këto. Faktikisht unë lexoj në këto të teqeve. A libër të qeje? Po. Jo se kam lërë vetë në një libër, po thjesht ka plaku, se unë plakun e kam me hyp. Ç'a ke? Me hyp teqe. Ç'a është më hypi? Besimtar. Ah, okay. Ja, Mos të kanë kënduar të më? Po edhe ndoftë. Ku mund ta di? Gjëra që bëjnë vaki mund t'jenë. Edhe mund të ndodhin, Po edhe mund të ndodhin. Beson këtë? Besojnë sepse... E beson magjinë? Jo magji, s'janë magji këto. Nuk janë magji këto. Ndajnë magjit, ndajnë këto. Kjo është fe pektashiane. Jo, po këto e kanë fjalën yshtjet, Nuk thjesht... këndimet, Jo, unë thjesht unë besoj vendin. vendin, Kaq. Thjesht unë besoj vetëm vendin që është atje, kupton? Që është vendi shenjtë. Ka pasur një njerëz të shenjtë kjo zona? Ne nuk kemi pasur shumë. Në një she, në një... Jo, te ne jo. Jo, s'ka Te pasur. ne jo, mund të ketë, po unë se mbaj mend. E ke parë këto protestat në Tiranë? Po, Si t'janë dukur? është si më janë dukur mua. Si cili ka dëshirën e tia dhe bindjen e tia, po për mua në një pjesë e kanë shumë gabim. Pse? Ashtu që të vend të kërkojnë të drejtat janë plotësisht dakord. Të vend të kërkojnë drejtat janë plotësisht dakord, po jo ti ki ky e ta marr ai, se ata njësoj janë dy. Po thjesht vendin e Shqipërisë mos ta shesin se s'jau ka lënë as dikushi. Nuk e kanë trashëgimtarët tyre. T'i japin atij që e ka. Ta po e shesin me para. Parte fituan, lanë eshtrave malet, lanë çdo lloj gjithë diçka edhe këta në shti u kthyen dhe po e shesin me lek. Dhe shumë gjuna. Këtë diçka ka hedhur natyra, ka hedhur Perëndia. Pse vetë e shkatërron njerëzia? Po pse mendon ti që ne shqiptarët shkojmë në këtë pikë? Të shkojmë në këtë pikë. Ne shkojmë në këtë pikë se na shtin ne jemi bërë që nuk do më çoj shoqin me. Dhe si ta bërzëm dhe të mbushim xhepet e tanë. Të gjithë e kanë këtë apo vetëm një pjesë? Ma sot të gjithë se kanë populli, po qeveria ka e tërë. Pa përjashtim asnjëri. Ja di rrogën ti? Një deputet, 3 milion lek. 3 milion lek. Ashtu. Me këto vite ai, që merr 3 milion lek, me makina shumë të shtrenjta, dhe breth, bën pushimet ku i do më të shtrenjtat, dhe mund të ketë 5, 6 apo 10 apo 15 biznese po e po. Ku i gjeti këto lekaj? Na dola. Pse si bëj unë? Pse si bën ti? Pse bën populli? Po i bën vetëm ai. Mish që ata janë të lidhur me shoqët lërë që hajnë atje, le të flasin, le të bëjnë çdo duan, nashti ata nuk pyesin as na mua, dhe as na ty, dhe as na dikush. Ti vetë voton? Kam votuar, po edhe pishmend jam bërë. Pse? Shumë pishmend fare. Pse mo? Shumë pishmend jam bërë. Kot. Kot që ja kam dhenë, për që doja. Në moment kur vijnë vota të duan aq shumë që s'ka ku të vej me. Sa e mori, i thot se s'ma ke dhënë mua, se e mora vesh ja ke dhënë i tjetrit. Me vërtet kështu të kanë thënë? Po ka plot që ka dhënë jo mua, po ka plot tjerëve. Ta kanë thënë ty, ha? Jo, mua jo. Mua jo, po tjerëve, mua jo. Se kush e mori me Maljen? Si e ka emrin? Albert Male. Albert Male. Është i majt apo i djathtë? Nështë i majt apo i djathtë, unë nuk e di. Homo me kë kandidoj? Nuk, kandidoj vetë, nuk t'jap me detaj më teja. A, kandidoj vetë, ishte i pavarur? Vetë, po. Vetë doli. Vetë? As me PS-n, as me PD? Nuk e di në ato kra. Që di në ato kra fare? Po ti ndihesh më shumë me Maliot apo te Pelenas? Shiko, bashkit janë ndarë, po ne rrethin me te Pelen e kemi.
Tepelen. Po. Se më përpara s'kanë qenë bashkit, po kanë qenë komunat. Po këtë atëherë dëgjove ti shkollën e çobanit? Shkollën e barimve? Të dëgjuar mund ta kem dëgjuar. Do shkollë kjo punë? Pse s'do? Do. Më mirë akoma. Më mirë, Tifuz do të në shkollë se po vati me njëri me bakti. Mësoj do të gërë këta pa të qikot. Çobanin mund të marrin thjesht se thonë që edhe faktikisht e paragjykojnë. Pse? Paragjykojnë shumë njerëz. Pse? Po e paragjykojnë me nashi, sepse paragjykojnë në mendjet e njerëzve. Po çobani është aq i zgjuar që se ka ide njëri. Se çobani ka të bëjë me tregtarin. Çobani ka të bëjë me kasapin. Çobani ka të bëjë me SMT-n. Çobani ka me çdo lloj gjë, sikur na intrik mësoj ata 10 intrika i mësoj çobani. E dytë i di vet ai? Të kanë paragjykuar ndonjëherë? Mua jo. Asnjëherë? Jo. Edhe kur i ke thënë që çat, kur të pyesin çfarë i thua? Unë e kam treguar dhe këta faktikisht më e din që unë jam në këtë punë time. Që je bari? Po. Dhe mos më ka paragjykuar asnjëri. Faktikisht, përveç asaj që më kanë thënë bravo të qoftë. Kështu të kanë thënë shokët. Po vajzat? Ore mik, po na edhe temë në shti. Lerat pjesa ndeja. Çfarë thon ato kur i thotë ti je bari? Nuk e di, pa pyet një herë edhe më thoj të them unë. Ke ti rrjete sociale? Jo. S'ke Facebook, Instagram? Ore, lerja ato tema në shti. Ore Facebook a ke? I kam gjitha. Po shumë mirë pra. Po. Në Facebook shkruajni se keni beqar. Ku e di ti që unë jam beqar? Po mirë, nëse je i dashuruar akoma dhe më mirë. Prandaj unë thash që mos... Po mos të ngacmoj. Po pse? Si ke nxjerr unazën? Unazën. Na shti dhe ata që kanë unazën shumë të djeme i heqin, duke beqare vajzat. Po dëgjoj mua, si mbajnë kur dalin tutje, kur vjen në shtëpi i çojnë. E heqin unazën kur dalin, Po qysh, i për to. Edhe ti se pas ke unazën? Unë kam asim më mbete, se gjej do. Se gjen dot këtë, Pastaj këte kush do më shikoj, kush do më shikoj mua? Se mos të thot ajo, ore. Jo, po ne kur të flasim mund ta çoj. Të flasim telefon? Po. Do çoj unazën. A dhe çosh? Kam dorë, po. Po kur çofi intervistën? Interviste? Po unë se mbaj në interviste, jam ra unaza dhe pastaj hajta gjej. Ka lek ta blej prapa? Bravo. Çaj qenë ke ti? Ma s'do më ndjek intervistën. Po e vendoqi, mirë be. Po edhe po e ndoqi. Mirë be. S'ka internet. Le ta gjej dhe le ta ndjek, nuk e vras mendin atë fare. Ke ti një ëndër? Ashtë i ëndra mund të kesh çdo lloj njeriu. Prandaj të pyes. Çka ke qef? Është dëshirat të mia janë që më faktikisht që unë e kam vendosur me fjalë, po shumë e garantuar nuk jam që do t'i heq tiki. Sa i shet? Sa që është pazari? Sa? Nuk e di. Të pazari s'mund të flas dot, unë mos e dua shumë, po vallë do i marrë tjetër. Më thuaj çik shprehjen tënde më të bukur. Ç'a të pëlqen ty? Nga një shprehje popullore. Në shprehje ime? Një shprehje popullore. Popullore i kemi, mor mik. Po një që të pëlqen. Çu bëre mordial, kaq. Çu bëre mordial. Çu bëre mordial, kaq e kemi. Kjo, po pse të pëlqen kjo? Shpreh, ne kështu e kemi. Kush ta thot këtë më shumë ti? Nëna apo babai? Babai. Babai, Me babain ke qenë më i lidhur? Po. Të tërë thonë shumë me nën, unë jam me baban. Po si ka mundsi? Shumë me baban me i lidhur. Po muzikë dëgjon? Dhe dëgjojmë. Qa muzikë të pëlqen? Ne thjesht vend labërie jemi, Vlora dhe Tepelena. Për të kënduar s'këndon? Dhe këndojmë. Edhe këndon? Po. Po të më kishe kënduar një gjë? Jo, nuk këndoj dot se ashtu ka madhe dhe mia. A, pse qa ka ndodhur? Ka ndodhur një diçka, nuk... Ke një vaki? Pse kështu e keni me rregull ju, nuk këndoni kur ka vaki, Po. E kam dëgjuar në fakt edhe diku tjetër. Po është vaki, nuk i thonë është das. Po. E ke dashur shkollën? Të tregojmë i sinqert, jo dhe shumë. Jo, nuk e kishe qenë. Jo. Dhe kam dashur, nuk them jo, po dhe jo shumë. Ka më shkollë këtu? Ka në shkollë? Po. Në fshatë? Po. Kam fshat, pastaj ne kemi dhe. Sa nxënës ka? Ashtë sa nxënës, unë s'mund të them që kam qenë atje, kupton? Se kam dhe në qikë në një kra që unë nuk para kalon? Jo, zvete, në atë krande. Po diku do ketë.
nxënës u gjafshat poshtë, nashi sa nxënës nuk mund ta di se i çojnë edhe poshtë në krahas faktikisht. Se ka makina, është linja autobusit që hipin fëmija dhe sa nxënës që aty s'mund të them dot. Se si kam parë dhe s'mund të... Po në i pasion tjetër s'ke patur? Nuk më kanë tërhequr shumë. S'ka tërhequr? Thjesht që kam qef që punoj vetëm në Marangos. Marangos, e? Po punoj druk shu, me fjalë që bëj gjëra kështu. Për qef? Gjëra të qefit ti me fjalë. Se të pëlqen puna e Marangos? Po. Jo, shporta, jo... Gjëra diçka kështu me fjalë. Gjëra të thjeshta? Po. Po që më pëlqenjë dhe ato me fjalë kur vete poshtë që është një... Aty një kombinat, vete atje gjithkohë me që vete i shikoj dhe do pres diçka dhe nuk më thonë kur jo, mos e pri. I shikoj i mas, vete i pres, nuk më thonë jo. Nga të gjithë vendet që ke parë në Shqipëri, kush mendon ti që është vendi më i bekuar? Imi. Joti? Po. Tepelena? Të tërmish po. Po pse çka Tepelena më shumë se? Shumë gjëra ka. Hë? Po shumë gjëra ka. Për shembull? Sa vlen që Ali Pasha që e kemi në kryet. Pse? Ai është i pari, e? Po, sa vlen. Vetëm ai sa vlen. Imagjino të tjerët. Të tjerët. Si cili do mburë vendin e tia. Unë them për timin, tjetër do thot për tia, tjetër thot për tia. Vendi është, me i fjalë, si cili që është në i vend, vendin e tia ka të paqmuar. Ka të paqmuar. Je krenar ti që je shqiptar? Shumë. Shumë se s'jam krenar. Qartë, unë shqiptar jam. Qështem, s'jam krenar që jam shqiptar, qatë ishe. Grek, dhe aji prap, dhe greku d'jo. Prap, s'kemi sepse i parigjukojmë as dike se ne greku faktikisht dhe shtetet e uajna kam batuar me bukë dhe kemi akoma njerëz dënde. Që kam punuar. Dhe po punojnë akoma. Çdo lloj njeriu me fjalë, çdo lloj vendi tjetër, krenar shprehjen tjetër. Ka krenarinë e vet. U kënaqesh pa ti? Dhe unë pata një kënaqësi të madhe, po një nuk ma plotësuat. Shtine do marim rrugën, nuk ma plotësuat. Do a plotësoni? Po. Ne do jemi në shtëpi. Pse? Po sepse këtu duken fisnikët dhe bujar, që je bujar. Unë e di që të gjithë janë fisnike dhe bujar, se sa herë që jemi ne me Xhirinë. Fjalët i bëj dhe una, po veprat kush mi bën që ti besoj. Kur të kthehemi nga Gjirokastra do vi me qef. Se kam dhe Xhiri me Gjirokastra. Ti thua ishja aty, po sera do të kur ti ki mund të vi. Jo, atë jo. Si ishte kjo? Isha aty e serda dot. Lere ato në shti. U kënaqa shumë. Kënaqësi që do vinë në shtëpi, një kafe të paktën, apo një ujë të ftohtë, apo një diçka, ju keni marrë rrugën anë anës. Jo, nxjerr armën ti, po të thash jo. S'kemi në armë. Jo, s'kemi armë. Ja, se bëj shaka. Dgjoj, unë u kënaqa vërtet që takova dhe bëre shumë mirë që mësove nga kjo zonë, se ne kemi dhe një vajzë të stafit tonë që e kemi nga kjo zonë. E përshëndes si motë rajon, dojtë edhe. Bravo. E përshëndes. I urojmë shëndet dhe jetë kudo që të ndodhet. Faleminderit dhe ç'tu them tjetër unë. Thoj çfarë të dua ç'more. Gjërat që do themi ne këto që themi ja. Me shpatin që na ka shëtitur në këto toka rreth e rrotull, edhe na solli këtu në buzë të Ullirit për të shijuar këtë bisedën tonë të fundit sot në Real People. U kënaqa shumë. Dhe unë u kënaqa shumë me ju. Uroj shëndet dhe jetë. Shëndet e jetë e fat të uroj, më të mirë. Paçi. Paçi, shëndet dhe jetë dhe fat paçi. Dhe fat. Mos harroni që të bëni subscribe të kanali YouTube dhe të më jepni sugjerime personazhet të tjerë, të cilët mund t'i intervistojnë në Real People. Më shkruani në rrjetet e mia sociale. Takojmë në episodin e radhës gjithë mirë. Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë e tu. Dhe mos harro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini.